LSDM ka publikuar një video ku është hedhur një bombë në shtëpinë e Milko Boshkovskit në Bardovc. Social-demokratët thonë se videon e kanë siguruar nga informatorët. Sipas tyre, ngjarja ka ndodhur para 2 ditësh, të dielën me 16 gusht. LSDM thotë se Milko Boshkovski është i punësuar në MPB në sektorin për krim të organizuar dhe është drejt për drejt i lidhur me kumbarin e kryeministrit Hristijan Mickoski. Por social-demokratët kanë dilema se pse ky rast po fshihet nga publiku. Информациите кои свиркачи ги доставија до нас водат до основани сомненија дека причината е нереализиран бизнес дил поврзан со провизии. Informacionet që informatorët na kanë dorëzuar çojnë në dyshime të bazuara se arsyeja është një marrëveshje pa realizuar biznesi me komisione. E ftojmë publikisht prokurorin publike të hapë hetim të verifikojë këto pretendime dhe dyshime të bazuara dhe të përgjigjet. A bëhet fjalë për një komision rishvet prej 300.000 eurosh për biznese dhe tender? Ku është dashur të përfundojnë 300.000 eurot? A ka ndonjë lidhje me tenderet dhe me tokë me vlerë të lartë ndërtimore në Shkup? VMRO-DPMN ka reaguar ndaj preskonferencës së LSDM-s duke pohuar se bomba nuk është hedhur në shtëpinë e policit, por të babait të tij. VMRO-DPMN përmes një komunikate thotë që MPB ka njoftuar për incidentin duke prezantuar dëshminë e buletinit policor. LSDM-ja s'ka dëshmi, vetëm spekulime, thuhet në reagimin e partisë në pushtet.